Kapitulli 11. Ah, si kur ta duronit pak marrëzi nga ana ime. Më duroni pra. Ndjej për ju një lakmi që vjen prej Perëndis. Ju fejova me një burr të vetëm dhe ju paraqitat e Krishti si një virgjëresh të pastër. Por kam frikë se, sikurse e mashtroi gjarë për Evën me dinekrinë e tij, edhe mendimet tuaja do të shmangen nga përkushtimi i çiltër dhe i pastër ndaj Krishtit. Në të vërtetë, nëse vjen dikush dhe ju predikon një tjetër Jezu nga ai që ju predikuam ne, nëse merrni një tjetër shpirt nga ai që morët apo një ungjill të ndryshëm nga ai që pranuat, ju e duroni me dëshirë. Unë mendoj se nuk jam as pak më i vogël se këta krye apostuj. Edhe po të isha më i dobët në gojtari, nuk jam në dije, dhe këtë gjë ju a kemi bërë të ditur në çdo mënyrë e në gjithçka. A mos bëra mëkat se përula veten që të lartësoheshit ju duke ju predikuar falas ungjillin e Perëndis? Kam marrë nga kishat e tjera çfarë më duhej për të jetuar dhe u kam hyrë në pjesë për t'ju shërbyer juve. Kur ishat e ju e kur isha në nevojë, nuk ju bëra bara skujt, sepse mi plotësuan nevojat vëllezrit nga Maqedonia. Kështu jam ruajtur e do të ruhem që të mos ju bëhem barë. Për të vërtetën e Krishtit që është në mua, mburrja ime nuk do të hesht në krainën e Akais. E pse? Se nuk ju dua. Perëndia e di se ju dua. Atë që po bëj, do të vazhdoj ta bëj, që t'ua heq mundësinë atyre që dëshirojnë një mundësi për t'u njohur si të barabartë me ne në gjërat për të cilat mburren. Këta janë apostuj të rrem, punëtor mashtrues që hiqen si apostuj të Krishtit. Mos u çuditni, edhe Satani hiqet si engjëll drite. Prandaj nuk është gjë e madhe nëse edhe shërbëtorët e tij hiqen si shërbëtorë të drejtësisë. Siç kanë veprat, ashtu dhe do të përfundojnë. Po e përsëris, të mos mendoj askush se jam i marrë, por nëse mendoni kështu, atëre më pranoni si të marrë që të krenohem pak edhe unë. Atë që po them tani, nuk po e them sipas Zotit, por si të isha një i marrë që mendon se mund të krenohet. Me qenë se shumë veta krenohen me gjëra njerëzore, atëre do të krenohem edhe unë, sepse ju që jeni të ditur, i duroni lehtësisht të marrët. Nëse dikush ju trajton si sklever, ju shfrytëzon, ju plaçkit, ju përçmon, ju qillon në fytyrë, ju e duroni. Më vjen turp të them se kemi qenë tepër të dobët, por nëse dikush merr guximin të krenohet me ndonjë gjë, po flas si të isha i marrë, atëre do të guxoja edhe unë. A janë ata ebrenj? Edhe unë jam. Janë izraelit? Edhe unë jam. Janë pasardhës të Abrahamit? Edhe unë jam. Janë shërbëtor të Krishtit? Po flas si të isha i çmendur. Unë jam edhe më shumë. Kam kaluar më shumë undime se ata, më kanë burgosur më shumë se ata, kam vuajtur fshikullimet pa numërta e shpesh kam qenë rrezik për vdekje. Ju të më ranë 5 herë me nga 39 fshikuj. 3 herë më kanë rrahur me shkop, 1 herë më kanë goditur me gur, 3 herë më është mbytur ania e për një natë e një ditë jam endur në përdet. Kam udhëtuar shumë në këmbë, kam përjetuar rreziqe nga lumenjt, rreziqe nga kusarët, rreziqe nga bashkëkombësit, rreziqe nga paganët, rreziqe në qytet, rreziqe në shkëdëtir, rreziqe në det dhe rreziqe nga vëllezërit e rem. Kam kaluar mundime e vështirësi, shumë net pa gjumë, i uritur e jetur, shpesh pa ushqim, në të ftohtë e i zhveshur. Përveç këtyre më mundon të çdo ditë për kujdesja për të gjitha kishat. Nëse dikush është i dobët, atëre edhe unë bëhem i dobët. Nëse dikush bie në mëkat, atëre vuaj edhe unë me të. Nëse duhet të krenohem me dobësitë e mia. Perëndia dhe Ati i Zotit Jezu, që është i bekuar në mshim, e di se nuk gënjej. Kur isha në Damask, qeveritari i mbretit Aret vuri roja në të gjithë qytetin e Damaskut për të më kapur, por më zbritën me një kosh nga një dritare në mur dhe u ika nga duart.